Infermierët dhe personeli teknik, të cilët për më shumë se 10 vite punojnë në Spitalin Klinik të Tetovës, kanë shprehur revoltën e tyre sot përmes protestës për shkak se përveç statusit të parregulluar, ankohen se nuk kanë marrë rroga tashmë 3 muajt e fundit. Përmes kësaj proteste, infermierët dhe personeli teknik kërkuan zgjidhje sa më të shpejtë të problemit me të cilën përballen. Paralajmërimet janë se protesta do të vazhdojnë për çdo ditë. Që një vjet jam pa rrogë, pa vendime, pa kontratë, pa kunise. Një vjetë kom pat kontrat, shtaj nuk kom as njëse. Mos e lishoj një vendin e punës. Në kanë thanën e pa roga pa kunise. Po, gjdo ditë. Gjdo ditë. Vendime pune, kontributet e papaguara, që 6 vite punem kështu, njëjtën mënyrë. Për 3 shkak. Unë jam 9 vjetë për 10 vjetë me kontratë në vepër, 4 vjetë kam qenë veç pa kontratë, pa rogë, pa kur gjë, që tash me kontrata, ma që tash s'kemi as kontrata, as kur gjë. Protestuesit u takuan edhe me drejtorin e Spitalit Klinik Agim Berisha, i cili në vend se t'u ofroi zgjidhje dha vetëm premtim. Për çështjen e vendimeve, sipas Berishës duhet të pritet pëlqim nga Ministria e Shëndetësisë dhe ajo e Financave. Duhet nëpërmjet ministrisë zgjidhen, jo nëpërmjet meje. Ne do të bëjmë kërkesë, nuk kemi bërë deri tash, çashtu ka qenë ajo me vazhdimisht ka qenë çashtu. Prej 13 vjetë, ka anë për 13 vjetë, dhe me thonë, prej 13 vite vazhdohet kështu. Unë besoj që kjo qeveria ka marrë hapa që bëjë edhe punësimin e gjithë këtyre personelit mjekësor. Protesta e personelit të Spitalit të Tetovës ka bërë që të reagojë edhe ish ministri i Shëndetësisë Arben Taravari, i cili për këtë situatë ka akuzuar Blenin, thotë se sa ka qenë ministër ka insistuar të rregullojë çështjen në fjalë dhe shton se arsyet se pse e ka lënë qeverinë po bëhen çdo ditë e më të qarta. Një rast i dhimbshëm është ai i motrave medicinale të Spitalit të Tetovës, të cilët janë pa vendim dhe pa rrogë. I kërkoja me insistim punësimet e tyre, por vlen e kundërshtonte, sepse ata donin punësime partijake. Veç punonjësve mjekësor të spitalit në protesta kanë dalë edhe kolegët të tyre nga administrata, të cilat gjithashtu kanë status të parregulluar dhe nuk janë paguar për 3 muajt e fundit.